Të gënjesh pa tu dridhur buza dhe qërpiku është kurajo e madhe, edhe pse duhet i sqarojmë publikut që diskutimi në këtë moment nuk është diskutimi për thelbin, por është diskutimi për procedurën. Në konferencën e kryetarëve ua kemi thënë shumë qartë se kërkesa juaj e merr përgjigjen menjëherë pas kësaj pike të renditditës, kur qeveria shqiptare i paraqet popullit shqiptar buxhetin më të madh në historinë e vendit, 8.9 miliard euro, nga të cilat 1.7 miliard euro janë vetëm për politika sociale. E dëgjova me vëmendje dhe ata që na ndjekin e kuptojnë qartë që kjo është një strategji, një garë mes jush, se kush mbledh ca firma për të ardhur, për të kërkuar një mocion me debat, për të shfrytzuar këtë 10 minutë këtu, se nuk gjej dot asnjë shpjegim tjetër se si përmes kësaj gare keni kërkuar mocione me debat më shumë se që keni kërkuar në 4 vite 2021-2025, a thua nuk keni qenë po të njëjtët ju. Dhe dëgjova këtu, dhe sapo u tha, që po na mohohet e drejta jon për të bërë debat. Po kemi bërë 40 orë debat. 40 orë debat në 2 muaj, 40 orë. Nga të cilat 23 orë debat i keni harxuar ju, 17 i kemi marrë ne bashkë me qeverinë. Dhe kjo është vetëm pak nga gjithë kjo histori, marrëdhënie me ju, citua disa kërkesa tjera, po ua them përsëri. Po kam thënë bjen konferencë kryetarëve, po a them dhe sot. Nga ana jon keni dakordsinë e plotë të miratojmë çdo kërkesë që vjen, nëse ajo kërkesë është në përputhje me kushtetutën, në përputhje me rregullore. Dhe për ta kuptuar se ka ndër ju që nuk kuptojnë shqip, është shumë e rëndësishme të pranoni që rregullat këtu janë një lloj për të gjithë. Dhe nëse ju do vazhdoni me këtë historinë që përdorni kërkesë mocion me debat për të kapur këtë 10 minutin, kjo është çështja juaj, por ne nuk kemi asnjë moment kohë për të humbur me ju. Gënjeu kolegja që sapo foli këtu dhe tha fjalë për fjalë në thojza, refuzon të ngrej pensionet. Qeveri tha që refuzon të ngrej pensionet. Po ne sot jemi këtu pikërisht për të miratuar ngritjen më të madhe të pensioneve në historinë e këtij vendi. Si mund të vish këtu dhe thuash qeveria refuzon të ngrej pensionet? Dëgjoje ti se ti s'ke për të marrë vesh në herë. Me këtë reformë të pensionesh, që qeveria shqiptare sot ne garantojmë një rritje progresive nga 2026 në 2030, dhe në 2030 do jemi po ne këtu, që do ngrejmë përsëri, deri në 400.000 lekë për pensionin urban. Dhe një pension që nuk ishte fare kur ishit ju atëhere, as nuk ishte fare, s'kishte pension rural, ne e çojmë në 18.000 lekë pension, s'kishte fare, se s'diti, s'merr vesh ti nga kjo punë, kur ti kuptoshti. Dhe gjoje zonjë, vitin e ardhshëm, përveç bonusit, se gënjeve praptu, përveç bonusit, pensioniste, po i referohem një pensioniste që është nëna ime, ka punuar 42 vjet infermiere. Dhe ja shpjegova, se më pyeti, më tha, birë, tha, sa më shritur dhe sa më rritet mua pensioni. Në vitin 2026 i rritet 18.000 lekë në çdo muaj, herë 12 muaj, 216.000 lekë. Në vitin e dytë i rritet 36.000 lekë, herë 12, i shkon 432.000 lekë rritja. Në vitin e tretë
i shkon 648.000 lekë rritja, dhe në vitin e 4, në vitin e antarësimit Bashkimit Evropian, i shkon 12 herë 72, i bie 864.000 lekë. Të gjitha të zbashku shkojnë 2.160.000 lekë rritje. Se ju me matematikën ju ka lënë ai mrapsh, se ju 7/7 vazhdoni, po janë 2.160.000 lekë. Kjo është rritja e bërë për një pensioniste e cila ka punuar 42 vjetë, dhe sigurisht, unë e di që pensionisti i vetëm ndër ju nuk ka hall rritjen e pensioneve se ka pagën e lartë. Ne flasim për këta 670.000 të tjerët. Për ata flasim ne. Ju keni hallin e pensionistit tuaj, unë i dua shumë pensionistët, ju referova në nëstime të dashur dhe ju referova 670.000 pensionistëve. Tani pa humbur kohë, se nuk po shkoj në shumë shifra të tjera, pa humbur kohë, ju lutem shumë, ta votojmë kërkesën tuaj për t'ju bashkuar debatit të buxhetit. Këtë ju kam thënë konferencë kryetarëve. Ky debat, minimumi etik, është pjesë e diskutimit buxhetit. Strategjia juaj për të marrë Jorida 10 minuta, për t'i bërë qefin, le të funksionoj kështu, vazhdoni, bini prapë mocione me debat, flisni 10 minuta, ndërkohë serioziteti i forcës tuaj politike vazhdon të konsolidohet, si kurse u konsolidua ditën e hënë me 300 petrita në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Shumë faleminderit, i ftoj kolegët nëse reflektojnë debati për këtë çështje të bëhet përgjatë buxhetit, nëse nuk reflektoni, votën tonë e keni gati kundër këtu dhe të vazhdojmë buxhetin. Pensionistët presin pensionet. Faleminderit. Faleminderit. Hedhim në votim të hapur me kartona kërkesën për zhvillimin e mocionit me debat me mungesën e caktimit minimumit etik, si dhe hapat konkret që janë ndërmarrë për miratimin e minimumit etik në Shqipëri. Kush është pro? Numërojeni. Kundër? Abstenim? Kërkesa nuk miratohet, vijojmë me njoftimet. Ju njoftoj se në datën 18/11/2025 u mblodh konferenca e kryetarëve, zoti Bardhi ju lutem, e cila mori në shqyrtim projekt programin e punës për periudhën 1 deri 26 dhjetor 2025 dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 1 deri 19 dhjetor 2025. Në konferencën e kryetarëve nuk pati mirëkuptim për projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit.